me moral të lartë, me edukat dhe me dashuri për fenë dhe për atë vlerë. Të dashur vëllezër e motra. Në kohën e sotme, për të përballur me krizën morale sociale, që po prek mbarë regjimi, kërkohet domosdoshmërisht respekti ndaj pluralizmit dhe pranimi i dallimeve mes individëve, komuniteteve, kombëve, pasi kon dominimi ekonomik, kulturor apo ushtarak. Bashkësia njerëzore nuk është vetëm një nevojë sociale, por një parim i thellë fetar dhe kombëtar, i rrënjosur në historinë dhe identitetin e popujve tanë. Në realitetin e sotëm, ku egoizmi, urrejtja dhe konflikti shpesh sundojnë marrëdhëniet ndërnjerëzore dhe ndërkombëtare, kuptimi i vërtetë i dashurisë dhe paqes duket si përjashtim nga rregullat. Fetë megjithatë erdhën si mesazh paqeje, duke ofruar udhëzime për respekt ndërsjellë, mirë kuptim dhe bashkëpunim ndërnjerëzor. Besimet e fetë nga njerëz të padijshëm shpesh akuzohen për përçarje, ndërkohë që thelbi i këtyre vërtetës nxitja e solidaritetit dhe dialog. Sipas Islamit nuk mund të